rubrika jonë e përjapshme e vërtet e pa vërtet. Cilat dy e botore përmendin Shqipërinë dhe cili këngëtar gjatë vallëzimit merr në thu. Këto më të miri na i tregon rubrika e radhës. Motrat Kardashian përmendin Shqipërinë. Kjo është plotësisht e vërtetë. Tashmë emri Albania nuk është ndonjë fjalë e panjohur për motrat Kardashian, pasi që kohë më parë Rita Ora ishte në lidhje mjaft të ngushtë me familjen e tyre e besa në romancë me vëllaun e vogël Robin. Gjatë një bashkëbisedimi mes motrave Kardashian në reality show më të shikuar në Amerikë, Keeping Up with the Kardashians, ato përmendin Shqipërinë në një mënyrë mjaft cinike. Telling me in Albania or whatever. Is that a country? Albania, yeah. Wait. Rita Ora shtatzën. Kjo është plotësisht e pavërtetë. Këngëtarja Rita Ora ditë më parë u përfol për disa probleme shëndetësore, si dhe trajtimin e saj në spital. Mediat aluduan për një shtatzani të mundshme të këngëtares me DJ-n Calvin Harris, por prive zbulon se ky lajm nuk është as pak i vërtetë. Adrian Gaggia rrëzohet në skenë. Kjo është plotësisht e vërtetë. Koha shkon, por shoqëria mbetet, e kjo ka ndodhur edhe me Adrian Gaggian e kolegen e tij Tunën, të cilët që në fëmijëri gëzojnë një shoqëri mjaft të mirë. Në këtë video, e cila ka filluar të qarkullojë mjaft shumë në rrjetet sociale, shihet Adriani dhe Tuna duke kënduar e vallëzuar së bashku në një grup këngëtarësh në Maqedoni. Por ajo që ka po përflitet më shumë se shoqëria e tyre është rrëzimi i Adrianit, i cili nga dashuria e madhe për vallëzim pa dashje rrëzohet në skenë.